Ratë parë, unë besoj që ka një domethënie të veçantë ardhja e sekretarit të shtetit në Tiranë për kontekstin në cilin sot ndodhet Europa dhe bota, për kohën shumë të ngarkuar për një sekretar shteti, që fakti se gjen të nevojshme dhe vendos në agjendën e tij të ndalet në kryeqytetin shqiptar si pikë referimi për rajonin, flet në mënyrë të posaçme për ku e kemi ngritur Shqipërinë në arenën ndërkombëtare dhe se për çfarë përfaqëson sot Shqipëria në syt e aleatëve tanë strategjik lidhur me këtë rajon, ku me krenari e them, Shqipëria është forca e shëmbullit për të ndërtuar paqen, për të ndërtuar rrugët e bashkëpunimit, për të ndërtuar një të ardhme të përbashkët dhe për të ndarë në një kaluar e mbushur me tragjedi, e mbushur me prapambetje, e mbushur me raste të pafundura, të humbura për t'i lënë një vend më të mirë gjeneratave të tjera.